Komunës së Arcës i është bllokuar xhirollogaria. Kjo ka ardhur për shkak të mospagesës së një borxhi për një projekt të realizuar para fushatës zgjedhore. Xhirollogaria është bllokuar nga një projekt të cilin e kanë realizuar në të kaluarën. Ka përfunduar para fushatës zgjedhore në vitin 2025 dhe fatkeqësisht nga ajo e cila është përfunduar nga ai projekt, asfaltimi një rrugës fshatit Dobrosht në Rasht, dhe është paguar vetëm një pjesë shumë e vogël ndaj kompanisë, e cila ka qenë detyrim ligjor obligativ. Dhe realisht kompania na ka informuar me shkresë në nëntor të vitit 2025 që të bëjmë një pjesë të pagesës. Ne kemi arritur vetëm një pjesë të vogël të me përqindje, sa kishim në buxhet aq i kemi lëshuar. Kritika për këtë erdhën nga Aleanca për Shqiptarët. Ish kandidati për kryetar komune Nazim Taipi akuzoi se me mishi 5 muaj merret vetëm me fajsime dhe kërkoi përgjegjësi për gjendjen. Komuna e Arcës është shndruar në një institucion ku vazhdon ping-pongu i fajsimeve. 5 muaj pas zgjedhjeve lokale, komunës së Arcës i bllokohet xhirollogaria. Qytetarët nuk duan justifikime, duan transparencë dhe përgjegjësi. Në dhjetor 2025, komuna e Arcës njoftoi se borxhi i komunës është 109.9 milionë denar apo 1.787.662 euro. Me komunën e Arcës momentalisht udhëheqet Daud Memishi nga koalicioni Vlen. Para tij në krye të komunës ishte Nuhi Neziri nga BDI, ndërsa para tij Isen Hasani nga BDI.